إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Falendrojmë dhe lavdrojmë të madhin Allah, atij bëjmë lavd, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje dhe sre tek Allahu nga të këqijat e shpirtit ton dhe nga veprimet e këqija në punët tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush që ta shpije në humbje, dhe atë që Allahu me drejtësi e lë në humbje nuk ka kush që ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një i vetëm pa rival, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Vëllezër të nderuar, do të fillojmë që të sqarojmë akiden e Imam Tahaviut, që njihet si akidja e Tahaviut. Lutim Zotin e Madhërisëm që të na mundsoj sqarimin nga fillimi deri në fund, nga se është një prej librave bazë në akiden e Ahlusunnetit dhe Xhamatit. Dhe normal se rëndësia e akides në jetën e muslimanit është prej gjërave më të domosdoshme në shtektimin e tij deri në përmbylljen e kësaj jete, nga se Zotën edhe për këtë qëllim jemi krijuar dhe Allahu na ka sjellë në këtë dynja, ashtu siç edhe na ka sqaruar në librin e tij të ndershëm Kur'anin Fisnik me fjalët wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pra unë nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit për tjetër vetëm që të më adhurojnë. Prandaj realizimi, manifestimi i adhurimit të njësuar që duhet ta bëj besimtari në këtë jetë, duke ja bërë sinqerisht dhe në pajtueshmëri me legjislacionin islam, pa më dyshje se duhet që besimtari në radhë parë ta ketë besimin e drejtë parimor, fundamental, ashtu siç edhe Zoti ka kërkuar në Kur'anin e ndershëm dhe i dërguar i tij në hadithe të sakta. Kur jemi te ky libër, Akideja Tahavie, para se të startojmë me sqarimin e asaj që ka shkruar ky imam i madh, i ndershëm, normal se kërkohet një hyrje, dhe hyrja jon ka të bëj me njohjen e autorit, me tekstin e akides së Tahaviut, dhe po ashtu me komentet që dietarët në të kaluarën dhe në të tashmen që vazhdojnë ende për ta komentuar këtë tekst të kësaj akideje të begatshme. Kur jemi tek biografia e Imam Tahaviut, ai është Abu Ja'far Ahmed ibn Muhammad al-Azdi al-Misri, pra i njohur si Tahawi, ka lindur në vitin 239 sipas hijretit në vendin e quajtur Taha, që është një fshat në Egjipt, dhe ka vdekur në vitin 321 sipas hijretit. Ky dietar, pra Imam Tahaviu, që njihet me këtë emërtim, ka qenë i besueshëm dhe jo vetëm i besueshëm në botën e dietarëve të umetit musliman, por ishte edhe preciz në konceptet e ndryshme fetare, të dijeve fetare. Ishte mendje mpreth
i zgjuar, kuptueshmëria e tij ishte e thellë, njohës i mirë i debateve të dietarëve. Dhe kur themi njohës i mirë i debateve të dietarëve, këtu duhet të dihet se jo vetëm që ka pas një qasje mbi ato se si kanë debatuar dietarët në kohën e tij dhe para tij, e që ato debate janë memorizuar. Por kur themi se një dietar i ka njohur debatet mes dietarëve, është për qëllim argumentimet e tyre. Pra një qasje shkencore mbi atë që kanë debatuar shkencërisht dietarët e umetit. Pra jo vetëm thjesht dialogje mes dietarëve, por debate akademike, shkencore në disiplina të ndryshme të shkencave fetare. Kjo bën për të kuptuar rëndësinë dhe pozitën e lartë që ka gëzuar ky dietar i umetit, pra Imam Tahaviu. Pastaj ishte njohës dhe ekspert i klasifikimit të njerëzve. Dhe kjo e bën të veçantë dietarin njohësin e shkencave të hadithit. Pra, një prej disiplinave kryesore për të njohur shkencën e hadithit është klasifikimi i njerëzve të cilët kanë transmetuar hadithe. Nga se hadithet neve e dim që janë të klasifikuar ato të cilat janë autentike dhe në gradën e autenticitetit, që janë hadithe të mira, dhe pastaj kemi hadithet e dobta e deri te grada më ult më ndyt që është hadithet shpifse që janë adresuar rrajshëm të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj njohja në mënyrë precize e klasifikimit të njerëzve se cili është i besueshëm dhe cili nuk është i besueshëm është prej shkencave të rëndësishme në shkencën e hadithit. Ky dietar, pra Imam Tahaviu, ishte asket. Pra njeri që nuk e ka dashur këtë dynja me bën jetë komode, por njeri i thjesht, i përkushtuar në dijet fetare. Pra nuk e ka dashur komoditetin në këtë dynja. Pra njeri asket. Pra te çështja e asketizmit, gjithmonë ku ka ndonjë dietar që ka treguar dhe ka manifestuar në jetën e tij këtë lloj asketizmi, thjeshtësie të jetuarit në këtë botë, mundohen sufinit gjithmonë që ta adresojnë se këta kanë qenë prej sufive. Sufit janë një fraksion i devijuar nga rruga e vërtet islam, me ato kufriatet dhe me ato idhujtarit që i posedojnë në ideologjinë e tyre të djallëzuar. Prandaj asketizmi mund të ketë sufi asket, por jo çdo asketizëm detyrimisht duhet të jetë edhe i fraksionit të humbur sufist. Pra dietarët e selefit në kaluarën, shumica prej tyre i kemi që nuk kanë qenë dënën mas jetës së kësaj bote në kuptimin se lejohet që njeriu të ketë komoditetin në këtë jetë, nuk është ndaluar. Por për dietarëve që kanë treguar asketizëm, thjeshtësi të plotë në këtë jetë, ka qenë pra dhe Imam Tahaviu. Pra ishte i devotshëm, njeri që është munduar ta stolisë personalitetin e tij me devotshmëri, me frikën ndaj Allahut. Pra se frika ndaj Allahut, sa më e fuqishme që është kjo ndjenje në brendësinë, në zemrën e njeriu, aq më i disiplinuar në zbatimin e urdhave të Allahut dhe në distancimin nga bota e dytë e mëkateve, pra njeriu e rregullon jetën në këtë aspekt të devotshmërisë përmes frikës së sinqert ndaj Allahut të Madhërisëm. Pra ka gëzuar një pozitë të nderuar në grupin e dietarëve të cilët nuk kemi nevojë të zgjerohemi, e që e kanë lavdëruar dhe i kanë dhënë pozita të larta të dijes që e kanë vlerësuar lart dietarët imam që kanë ardhur pas tij. Dhe ajo që e bën të argumentuar këtë që themi është vetë komentimi i shumë dietarëve në të kaluarën dhe në tashmen që e bëjnë librit të Akides Tahavije dhe që i kushtojnë rëndësi
librave të tjera voluminoze, nga sa Akideja Tahavia është një libër i shkurt që e përmbledh akiden e Ahlesunetit, ndërsa ky dietar ka shkruar libra të mëdha në fusha dhe disiplina të ndryshme të shkencave islame, libra voluminoz për nga përmbajtja dhe për nga dijet e thella që i ka artikuluar fuqishëm me pendën e tij të artë. Po ashtu Imam Tahaviu në fillim të jetës së tij ka qenë Shafi. Pra, në drejtimin e mëdhebit Shafi në çështjet e jurisprudencës islame. Por më pas ka tejkaluar tek mëdhebi Hanefi. Tregohen ngjarje të ndryshme, thuhet se është hidhruar me dajen e tij që ka mësuar mëdhebin Shafi tek daja e tij Muzeniu, dhe një ditë për një ditësh në një mesele precize të fikut nuk ka ditë që ka qenë i ri në atë kohë, dhe daja e tij e ka me nervozizëm, do më thonë e ka kundërshtuar dhe ai nga nervoza dhe është larguar dhe ka shku është kap me mëdhebin Hanefi. Kjo si ngjarje tregohet, por mendoj se nuk mund të jetë si ngjarje e saktë për t'ju adresuar një imamit të tillë siç është Imam Tahaviu. Pastaj një prej arsyeve tjera që e përmendin dietarët kur është pyetur Imam Tahaviu se çfarë ishte shkaku, arsyeja që ti e le mëdhebin Shafi edhe u bëre Hanefi, ka thënë e kam parë dajen tim duke u konsultuar shumë me literaturën e mëdhebit, librave të mëdhebit Hanefi, dhe aty edhe unë jam ndiku dhe e kam marrë drejtimin Hanefi. Dhe e fundit, ajo që mendoj që është më saktë në këtë drejtim, është se Imam Tahaviu ka filluar dhe është ulur në mexhliset e dietarëve Hanefi, dhe kjo ka qenë një prej arsyeve që ai e kalon mëdhebin Shafi dhe ka hyrë në mëdhebin Hanefi. Këto gjithmonë mundohen fanatikët mëdhebor të mëdhebit Hanefi për ta ulur dhe nënçmuar mëdhebin Shafi, se një prej dietarëve të mëdhaj qysh është Imam Tahaviu e kalon edhe u hyn mëdhebin ton Hanefi, por se Imam Tahaviu nuk ka qenë prej atyre fanatikëve mëdhebor, se vetëm qysh thot Imam Ebu Hanife, saqë tregohet një ngjarje ku një ditë prej ditësh ju përgjigj në një çështje të caktuar pra Imam Tahaviu, dhe ai që ishte kadi në atë kohë i thot kjo thënie nuk është në përputhje me thënien e Imam Ebu Hanifës. Dhe Imam Tahaviu i ka thonë, o gjykatës, a duhet patjetër që të kem të njëjtin mendim me Ebu Hanifen me çdo çështje? Dhe ai tha, unë të mendoja si mukallid, pasuesi verbër. Dhe i ka thënë Imam Tahaviu, a mos ndoshta pason verbërisht dikush tjetër përveç se fanatikut ignorant? Pra nuk mund ndodh pasoj dikush verbërisht përveç se ignorantit, ai që nuk ka dije. Po njeriu kur i vjen argumenti dija, është obligim që të pasohet argumenti, jo dietari. Me gjithë respektin që duhet ta kemi për secilin dietar. Dhe gjykatësi i ka thënë ose ndonjë budalla. Pra për gjykatësin ka qenë budallaki, jo mu cilësu njeri i mençur në mënyrë të verbër me pasu një dietar dhe s'ka tjetër. Pra kjo ngjarje që tregohet tek Imam Tahaviu tregon se ai dhe dietarët tjerë që quhen qoftë Shafi, qoftë Maliki, qoftë Hambeli, qoftë Hanefi, e kanë quajtur për arsye që meselet e shumicës në përgjithësi i kanë marrë nga një mëdheb që ka qenë i përhapur në mesin e tyre, por nuk do të thotë që ata kur i është ardhur argumenti dhe janë bindur në një mesele, edhe nëse ka qenë kundër imamit të atij mëdhebi, ata kanë pasuar
argumentin dhe jo mendimin në mënyrë të verbëruar të X imamit për imamëve të umetit. Prandaj ne si musliman nuk guxojmë që të tregohemi fanatik mëdhëbor, por ne duhet të tregohemi fanatik mbi argumentet e qarta që na vijnë nga Kurani ose nga Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga se Zotën në momentin kur ne kemi deklaruar pjesën e dytë të dëshmisë deklaratës islame Muhammedur Rasulullah, ne aty kemi shpreh ato se ne i dorëzohemi në aspektin e pasimit në atë që na ka sjellur i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por në momentin kur ti bëhesh fanatik ndaj një mëdhëbi dhe të vjen hadithi i saktë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku je ti në raport me dëshmin islam me Muhammedun Rasulullah, Muhamedi i dërguari i Allahut. Prandaj ne duhet ta edukojmë vetveten që të jemi pasues të argumentit. Nuk po themi se me këtë nënçmohen dietarët, përkundrazi neve për meselet e dinit në mënyrë të detajzuar, normal se fenë marrim nga dietarët eminent, nga imamët e këtij ummeti, por jo të tregohemi fanatik mëdhëbor që kjo e çorodit fetarizmin e besimtarit dhe e largon nga të qenit pasues i denjë që kërkohet të jemi ndaj Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Kur jemi te teksti i akides tahavije, pra akideja tahavije është një përmbledhje e shkurtër e akides së ehli sunnetit. Dietari i madh, pra Imam Tahaviu, e ka përmbledh akiden në përgjithësi të ehli sunnetit me fjalë të shkurtra, përmbledhse të qarta që me e kuptu çdo kush që ka çësje elementare në njohuritë fetare. Pra në atë kohë ka qenë dia fetare e përhapme. Dërsa sot kur bota muslimane është e përshtuar nga ignoranca që njerëzit ende nuk e kanë qartë se si duhet kuptuar drejt fjala la ilaha illallah, madje kemi edhe njerëz që kanë arrit gradat doktor shkencave fetare e ende nuk kanë arritur ta kuptojnë drejt kuptimin e saktë të fjalës la ilaha illallah. Prandaj akideja tahavia është një përmbledhje e qartë, jo e zgjeruar e parimeve besimore. Edhe po ashtu, kjo akide që ka shkruar Imam Tahaviu nuk është e argumentuar me ajete e me hadithe për secilin paragraf që e ka shkruar në traktatin e tij besimor Imam Tahaviu. Përveç disa ajeteve që përmenden në tekstin e akides tahavije. Po ashtu dhe nuk kemi shumë hadithe. Pra ka treguar se çka është besimi i muslimanit qoftë në raport me arshin është hak, nuk ka cek aty për shembull hadithet e ajetet që kanë ardhur për arshin, po ja ka bë me dije ai që lexon atë se arshi është hak, duhet ta besojmë. Kursia është hak, e vërtet, realitet, krijesë e Zotit. Pra neve vetëm se inshallah do të merrem me sqarimin e secilit të paragraf. Po ashtu Imam Tahaviu nuk i është përmbajtur renditjes së çështjeve që i ka artikuluar në tekstin e kësaj akideje. Ndodh që ka fol për një mesele për kaderin, pastaj është kthyer meseleve tjera që janë para kaderit, pra siç e dim neve çështja e kaderit është shtylla e fundit e imanit. Pra nuk ka bërë një renditje të meseleve, çështjeve besimore, siç ndodh tani për shembull kur akademikët, doktorët, profesorët, dietarët shkruajnë në lidhje me çështjet e imanit dhe mundohen që edhe renditja të jetë në bazë të teksteve të shpalljes
siç kanë ardhur pra qoftë në ajete apo në hadithet profetike. Po ashtu ka ndodhur që Imam Tahaviu të përsëris gjëra. Ka përmendur në fillim të paragrafeve të tekstit besimor, ka ndodhur që ka fundi i ka përsëritur të njëjtat mesele. Pra dhe kjo është një prej gjërave që i kanë përmendur dietarët, që disa kanë thonë se s'ka qenë e nevojshme edhe të përsëritet kur edhe është potencuar më lart. Pastaj ka në të gabime që binë në kundërshtim me ehli sunetin, siç është meseleja e definimit, përkufizimit të imanit, e që inshallah nëse do Allahu kur të vim tek ai sqarim edhe do ta shtjellojmë dhe sqarojmë në bazë të parimeve të sakta të ehli sunetit. Pastaj ka në të shprehje të përgjithshme, të cilat pasueste e bidatit i kanë përdorur për të argumentuar bindjet e tyre deviante në çështjet besimore. Pra janë kapur në ato shprehje të përgjithshme që i ka përdorur Imam Tahaviu, njerëzit e risive besimore për të argumentuar bindjet e tyre deviante. Duke thënë se edhe Imam Tahaviu ka qenë në këtë akide që jemi edhe neve. Por se Imam Tahaviu nuk do mend është prej dietarëve imamëve të Ahlis Sunnetit, metodologjia e tij në trajtimin e meseleve jo vetëm të besimit, por edhe të shkencave tjera, argumentohet qartë në gjitha librat e tij sa ai ka ndjekur argumentin Kur'anin dhe Sunetin dhe metodologjinë e dietarëve të parë të këtij ummeti. Çështje tjetër është komentimet e akides tahavije. E kanë komentuar dietarët e ehli sunnetit dhe po ashtu edhe dietarët e mutakelliminëve. Kur jemi te dietarët e ehli sunnetit, komenti bazë që kushdo që merret me komentin dhe sqarimin e kësaj akideje është komentimi i dietarit të madh Ibn Abil Izz al-Hanafi rahmetullahi alayhi, pra një koment i zgjeruar, një koment i cili është bazuar në metodologjinë e saktë të Ahlis Sunnetit, dhe ky koment i Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi ka përmendur shumë në koment e tij fjalë nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyya rahmetullahi alayhi, por se nuk i ka treguar, dhe arsyeja dhe urtësia sepse Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi nuk ka treguar fjalët që i ka marrë nga librat dhe sqarimet e Sheikhul Islam Ibn Taymiyas, ka qenë se në atë kohë kanë qenë të sulmuar jashtëzakonisht dhe tej mase Ahlis Sunnetin nga pasueste e bidatit, dhe për ta përçuar mesazhin e bindjes së saktë, e sqarimeve të sakta në lidhje me parimet besimore, e të cilat në shumë çështje i ka vulosur jashtëzakonisht mrekullueshëm, duke i artikuluar fuqishëm Sheikhul Islam Ibn Taymiyya, pra i ka përmendur dhe dihet se në atë kohë është sulmuar tej masa dhe është akuzuar për daljen nga feja Ibn Taymiyya, sikurse sot që akuzohet si njeri i cili e ka trupzuar Zotin nga bidatxhinjet e devijuar të esharinjeve, sot që akuzojnë me kufër Sheikhul Islam Ibn Taymiyyan. Dhe në atë kohë Ibn Abil Izz al-Hanafi i ka marrë këto sqarime voluminoze, sqarime të jashtëzakonshme nga fenda e Sheikhul Islam Ibn Taymiyas, por se nuk i ka treguar se janë nga Ibn Taymiyya vetëm për ta pranuar popullata e thjeshtë të cilët
kanë qenë gjithmonë të stërmbushur me informacione shpifse kundër dietarit të Islamit Ibn Taymiyes rahmetullahi alayhi. Pastaj kemi komente të dietarëve bashkohor, që është komenti i shkurtër i dietarit të Islamit, imamit të madh Muhammed Nasruddin al-Albanit rahmetullahi alayhi, edhe që është i botuar në gjuhën shqipe, edhe po ashtu në koleksionin e nektarit të kolosit shqiptar Albanit, pra Akideja Tahavije. Nëse e gjeni, është mirë ta merrni, janë komente të thukta, jo të zgjeruara, nga se Imam Albani rahmetullahi alayhi për sqarime më detajzuese gjithmonë në komentet e tij ka thonë referojeni komentit të Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi. Pastaj pe dietarëve që kanë komentuar këtë akide të mrekullueshme të Imam Tahaviut është komenti i dietarit Muhammed bin Mani, i dietarit Ibn Bazit, po ashtu edhe Sheikh Abdurrahman al-Berrak, që është një koment jo shumë i zgjeruar, po as i shkurtuar, është mesatar, dikun ka 300 sa faqe, pra një koment i mrekullueshëm nga Sheikh Berraku. Po ashtu kemi komentin nga dietari Abdullah el-Gunejman, po ashtu edhe nga dietari i madh Salih el-Fauzan, Salih al-Sheikh, që është një koment i jashtëzakonshëm nga dietarit bashkohor, e dietarëve të mëdhaj, pra Salih al-Sheikh, po ashtu edhe nga akademiku doktori Muhammed al-Khumeis, Allahu i mëshiroft të vdekurit dhe i ruajt të gjallit, pra edhe prej komenteve që është ende duke vazhduar së komentuari, me ligjërimet e tij të jashtëzakonshme është edhe profesori dhe doktori Salih Sindi, një prej dietarëve të Medinës, ekspert dhe detajzues preciz i meseleve të besimit që njihet sot në botën e Ehlis Sunnetit dhe Xhamatit. Kur jemi te komentet e mutekeliminët janë ata që e marrin fejen me filozofinë dhe me japin përparësi logjikës para tekstit të shpalljes. Pra, tekstin e shpalljes, Kuranit, qofshin ajete kuranore apo hadithe profetike, mutekeliminët nëse bjen kundërshtim me logjikën e tyre, se ata dalin në fraksione, Mu'tazilet, Esh'arinjet dhe Maturidinët, që do të merremi inshallah në sqarimet e fragmenteve të akides Tahavije, për t'i kundërshtuar bindjet e tyre devijante. Pra, tekstet e shpalljes, qofshin ajete kuranore apo hadithe profetike, në momentin kur aty një duket se kanë rënë me logjikën e tyre në kundërshtim, nuk i mohojnë si tekste të shpalljes, por i tjetërsojnë dhe i keq interpretojnë për t'ju përshtatur bindjeve të tyre që ata mendojnë se kjo sipas logjikës është e saktë. Pra, kemi komentin e gjykatësit Ismail bin Ibrahim el-Shejbani, pastaj kemi Gazneviut, kemi Turkmenistanit, kemi prej bashkohorëve të i njohur si Abdullah al-Harari al-Habeshi, themeluesi i fraksionit të Habeshive, al-Ahbash, që janë të devijuar te masën e çështjet besimore. Pastaj kemi edhe të Jahmiut, i njohur me emrin Hasan al-Saqaf nga Jordania, ky do të thonë i te i kalon në devijime edhe Esh'arinjet dhe Maturidinjet, pra është një Jahmi, siç e ka përshkruar dietari i madh profesor doktor Abdurrazak al-Badr, Allahu e ruajt. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra, këto ishin si hyrje të besimit të akides Tahavije, lut Zotin Madhërisëm që të na mundsoj
të vazhdojmë me tekstin që